Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme. Kishim jarën pushim, por nuk do të thotë që kemi paqe, por nuk dihet nëse do të fillojë me konflikti apo do të mbetet pezull, ashtu sikur ka mbetur për shumë vite. Megjithatë, për ta trajtuar në të kaluarën dhe atë që mund ndodhë në të ardhmen, kemi të ftuar profesorin përkthyesin Edvin Sami, njohës mjaft i mirë zhvillimeve në Turqi dhe në lindjen e mesme. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit ju. Profesor, duke njohur të kaluarën, si mendoni që tani me epokën e Trumpit mund të jetë ky njeriu i paparashikueshëm që mund të japë fund me një herë këtij konflikti me kaq shumë dekada? Që të jap fund do jetë e vështirë, është ajo shprehja që është bërë lapidare tani në Shqipëri, betejë sapo ka filluar. Gjithsesi, këtë të mire ka ky konflikt që mbyllet sa herë që të kesh dëshirë, të sa herë të mbushet mendja e mbyll, pastaj hapet prap, s'ka problem, e mbyll prap. Po pse kanë zgjatur kaq pak luftrat, profesor, kaq pak në kohë? Domethënë edhe këtë radhë 12 ditë. Mbaruan armatimet sipas një pjesë të analizave, pavarësisht interpretimet janë të ndryshme, po fillon zgjat pak, nis prap. Po, s'pari një herë, duke qenë se e përmendëm këtë pjesë, që ardhja e Trumpit dhe si ka ndikuar. Natyrisht është e vërtet që ai slogani America First duket se nuk është vetëm slogan. Amerika e para për Trumpin dhe për një pjesë tashmë të Partisë Republikane, po bëhet e qartë që është me të vërtet një parim. Dhe problemi është që për ta zbatuar, për ta vënë në zbatim këtë parim Trumpit dhe njerëzve të tij, ju duhet që të përballet me një establishment të vendosur dhe të rrënjosur prej kohësh, që kontrollohet tërësisht, nuk është sekret tashmë, nga patronazhimi i AIPAC-ut i lobit e pra nëse lobi do të dëshironte, mund të rrëzonte çdo president në Amerikë, mjafton nëpërmjet kontributit që ka për po themi kontaktet, sponsorizimin, mbështetjen dhe kontrollin praktikisht mbi çdo kongresmen dhe senator, dhe në çdo moment mund të bëhet një quorum i mjaftueshëm për të rrëzuar çdo president. Profesor, ju po më thoni që kontrollon Izraeli Amerikën, jo Amerika Izraelin. Ajo është e dyhanshme pastaj, pra në një farë mënyrë Izraeli kontrollon Amerikën për aq sa i duhet, dhe nga ana tjetër e kemi të qartë që Amerika nuk është diçka që mund të kontrollohet aq lehtë, pra lejon të kontrollohet aq sa nuk i prish punë. Pra është një ekuilibër që është vendosur me kohën, por që gjithsesi edhe angazhimi i gjatë i Amerikës në për konfliktet huaja dhe sidomos në mbrojtjen e Izraelit në një gjeografi shumë konfuze, shumë të ngatëruar, të lënë si trashëgimi e rrëmujshme nga britanikët që nga lufta e parë botërore e këtej. Pra, e gjitha kjo është një kosto për Amerikën dhe ka plot që nuk e dëshirojnë më. Është krijuar një mbingopje me këtë pjesë dhe duket që tashmë kjo alergjia për Izraelin nuk është më vetëm mes të majtëve, vetëm mes liberalëve, të majtëve të cilët aktualisht janë në krah në mbështetje të Partisë Demokratike tradicionalisht, pra, por po bëhet gjithmonë më e dukshme edhe mes republikanëve, po shikojmë emra që se kisha menduar kurrë që do të shpreheshin kundër Izraelit, duke filluar që nga gazetarë si Tucker Carlson apo figurat njohura si Steve Bannon, që më herët janë shprehur qartësisht në mbështetje të Izraelit, apo edhe përfaqësues në kongres si Thomas Massie apo
Taylor Green, domethënë republikan, qartësisht të djathtë konservatorë, të cilët aktualisht po mbajnë qëndrime që Izraeli nuk i dëshiron. Dhe këto janë përfaqësim i asaj fryme që u theksua në fushatën e Trumpit në vazhdimsi nëpërmjet parimit Amerika e para. Dhe me këtë rast edhe vim tek ajo ideja që ndoshta na vlen dhe neve këtu, që Amerika nuk është se nuk ndryshon, Amerika ndryshon, madje edhe brenda të njëjtës administrate, ata që deshin të na mbusin neve mendjen, që sado që të ndryshojnë presidentët, administratat, një non grata të mbetet gjithmonë non grata, Amerika nuk ndryshon kur, qëndrimet e saj, natyrisht që ka një bosh që nuk ndryshon, po në tërësi për gjithçka tjetër që sillet rreth atij boshti ndryshon. Dhe me këtë rast do kujtoja një intervistë të presidentit Nixon që fliste pikërisht për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në kohën e tij dhe më herët ndaj Iranit. Dhe po thoshte që kam takuar shahun e Iranit në Meksik pas largimit të tij nga Irani, kur ishte në fundin e jetës, ishte me kancer dhe arrita gjithsesi të ulem dhe të bisedoj me të, dhe ajo çfarë ai më tha nuk më habiti. Ai më tha, pra thoshte Nixoni, që nuk më ka shqetësuar apo lënduar fakti që Amerika më goditi apo mbajti qëndrime kundër meje, po më ka lënduar ajo paqartësia e politikave amerikane. Pra ndërkohë që isha përballë një lëvizje revolucionare që donte të mërzonte, nga Amerika një ditë më vinte qëndrimi që ne jemi në krahun tënd, mbahu, të nesërmen vinte qëndrimi që njerëz të niveleve të dyta të administratës amerikane janë takuar edhe me Khomeinin, dhe ditën e tretë vinte njoftimi që ndoshta Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura që edhe nëse regjimi rrëzohet të jenë të gatshëm që të negociojnë me cilën do qeveri që zgjedh populli iranian. Pra, në një farë mënyrë pragmatizëm, dhe jo vetëm pragmatizëm, edhe paqartësi për shkak të problemeve të brendshme që një demokracia që e madhe, po që se mund ta themi sot dhe këtë termin demokracia e them me një farë neutraliteti në këtë rast, i sjell në vetvete. Pra, kemi qëndrime të ndryshme, ide të ndryshme, përplasje të këtyre ideve, pra nuk kemi një qëndrim unitar, po themi, dhe sidomos në administrata si kjo e Trumpit, këto vinë re më shumti, sepse Trumpi ka sjell diçka të re, ka sjell dhe një staf të ri dhe një frymë të re, dhe ndërkohë përballet po brenda edhe partisti, edhe njerëzve që kanë qenë prej kohës në administratë, duke filluar që nga Departamenti i Shtetit, i Mbrojtjes e tjerë, përballet me diçka që ka qenë më parë aty. Dhe në këtë aspekt, pra, ky konfuzioni duket se ka qenë, është dhe do të mbetet, por në fund fare mund të themi që pas gjithë kësaj administratës së Trumpit, paktën për momentin mundemi t'i njohim meritën që gjeti një mënyrë ndoshta të çuditshme, por të artë për t'i vënë paktën tani për tani një kapak këtij konflikti. Nuk e dim se kur rihapet, mund të rihapet mbas një viti, mund të rihapet mbas 2 ditësh, por kjo që një gjetje shumë interesante dhe argëtuese madje. Profesor, ju tha që vendosi kapakun për momentin, po ka një pjesë analizëve ndërkombëtare që mendojnë që Shtetet e Bashkuara ishin larg nga ana ushtarake, duke treguar supermacinë dhe mos e vendosur në diskutim. Por nga ana politike cilësojnë si gabim, sepse me këtë bombardim të Iranit sollën tërheqjen, siç është paralajmëruar, të Iranit nga Agjencia Atomike Bërthamore, dhe kështu në këtë mënyrë mundet që ta zhvilloj programin bërthamor. Po, ka që kanë përmendur edhe tërheqjen e mëhershme të administratës së parë të Trumpit nga marrëveshja ekzistuese me Iranin, dhe kemi parasysh që në atë kohë të paktën me çfarë deklaroi
nivelet e pasurimit të uraniumit në Iran nuk ka përcenin 3-4%, ndërkohë që tash bënim fjalë për një nivel 60%, por që në fund fare duket se Trumpi më shumë se sa si në atë kohë si tani, më shumë se sa të kujdeset për të pasur një marrëdhënie të caktuar me Iranin siç e dëshironte ta kishte administrata e Obamës, ndoshta dhe e Clintonit, ka synuar më tepër atë çfarë ka qenë tradicionale për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ruajtjen e marrëdhënieve të mira me vendet e tjera të Gjirit Persik, Arabia Saudite, Katari, Kuvajti. Këta donin që të mos kishte një marrëveshje me Iranin dhe Trumpi patjetër që mes Iranit dhe aleatëve të vjetër preferoi ata. Edhe tashti ajo çfarë ndodhi mes Iranit dhe Izraelit, mënyra se si u mbyll konflikti, nuk e përjashton dhe ndikimin dhe interesin e pikërisht këtyre vendeve. Dhe duhet thonë që Trumpi në këtë mes administrata e tij pra kishte një detyrë shumë të ndërlikuar, sepse nga njëra anë duhej të mbronte Izraelin që në një farë mënyrë e pam, pavarësisht se nuk thuhet, e pam që e tërhoqi Amerikën, u mundua në të gjitha mënyrat ta tërhiqte Amerikën në këtë konflikt. Edhe ajo ideja që Trumpi pohonte se jemi në negociata, dhe ndërkohë që edhe 2 ditë dhe do të kishte negociata të tjera dhe Izraeli shkon dhe i vret negociatorët. Pra Izraeli më sa duket është një shtet i tillë e ka bërë dhe me Hamasin këtë. Ka vrarë ata me të cilët është në negociata apo ata me të cilët po negociohet për të ndërprerë konfliktin, sepse me sa duket do që konflikti të vazhdojë, është i interesuar për këtë pjesë dhe tashti Trumpit i duhej nga njëra anë të gjente një mënyrë për të vazhduar për të negociuar, nga ana tjetër i duhej që të mbronte edhe Izraelin që nuk mund të përballonte një konflikt kaq të gjatë, sidomos fillimi i sulmeve të Iranit me raketa tregoi që Izraeli nuk ishte në gjendje të përballonte asgjë. Nëse do të vazhdonte edhe 2 javë siç pohoi ajo goditje, Izraeli do të fillonte të ngjante Gazës. Dhe nga ana tjetër duhej edhe që të gjente një mënyrë për të mos lejuar edhe forcimin tej mase të Iranit, pra qoftë edhe në aspektin e prestigjit ndërkombëtar, apo sidomos në rajon. Pra, kemi parasysh që Irani nuk shihet me sy të mirë në përgjithësi edhe brenda rajonit, pavarësisht se ka pikërisht për këtë do të pyesja tani për to se ju thatë që në Amerikë ishte një mbingopje. Europën nuk po, për ta thënë më trosh, nuk e pyeti njeri në këtë rast, kurse Kina me Rusin duket sikur në pamjet të jashtme e lëshuan Iranin, por vendet e Gjirit si t'i shpjegojmë, edhe mbi të gjitha Turqia pastaj. Vendet e Gjirit dhe Turqia, të gjitha kanë nga një problem me Iranin dhe Irani në vazhdimsi historikisht kanë nga një problem me këta. Që në kohë të Shahut, pra përpara regjimit aktual, Irani ka qenë qartësisht, pavarësisht se nuk e ka njohur Izraelin si shtet gjithsesi ishte në krah edhe kur u ndërprej furnizimi me naftë i perëndimit nga vendet e Gjirit për shkak të konfliktit arabo-izraelit. Irani vazhdoi mbështetjen e Izraelit duke dërguar pra dhe naftë atje dhe nëpërmjet tij dhe për perëndimin dhe kjo traditë në një farë mënyre edhe vazhdoi mbas pra revolucionit dhe regjimit të mullahëve, pra gjendeshin rrugë për të pasur një komunikim mes Izraelit dhe Iranit, sidomos në rastin e konfliktit Iran-Irak. Izraeli ka dërguar mbi $75 milion armatim në Iran për ta mbështetur në përplasjen me Irakun. Pra e gjithë ekzistenca e Izraelit në atë territor, pra ku ndodhet, ose më saktë stabiliteti i Izraelit në atë territor, varet
saktësisht nga mungesa e stabilitetit në vendet e tjera. Për qartë, po që se vendet e tjera janë stabil, rrezikohet stabiliteti i vetë Izraelit. Prandaj u destabilizua Siria, Iraku, Afganistani, pjesa tjetër. Në vazhdimsi. Dhe në këtë aspekt, pra, duke pasur parasysh këtë marrëdhënie, po dhe jo vetëm këtë, edhe faktin që Irani vetë në traditën e tij si perandori, pra që e ka në ADN-n e vet ekspansionin, po ashtu sikurse edhe Turqia në traditën e vet perandorisë osmane ka të njëjtën ADN, pra perandorake në një farë mënyre. Këto dashje pa dashje, edhe kur nuk e shprehin, synojnë në një farë mënyre një shtrirje ekspansioniste, herë të shpallur, herë të pashpallur. Irani synon që të ushtrojë ndikimin e tij dhe mundësisht të ketë në kontroll në atë teritoret në të cilat shtrihet ajo që i thonë gjysmëhëna shiite. Pra duke dalë nga Irani dhe duke parë vende si pjesërisht Jemeni, Bahreini, Libani dhe duke ushtruar ndikimin e tij kudo ku ka shiit, kjo shkakton shqetësime tek të gjithë këto vende. Nga ana tjetër duhet të përballet me edhe interesat e Turqisë që si vend, po themi, sunit në tërësi, pra kulturalisht, shihet më afër vendeve arabe se sa Irani dhe në një farë mënyre të gjithëve bashkë, qoftë Iranit, qoftë Izraelit, u intereson që Turqia të vazhdojë të soptohet, pra ai procesi i nisur i shpërbërjes perandorisë osmane të mos mbarojë, të vazhdojë. Ka shanse kjo, profesor, me kurdët? Po patjetër, synimi është i tillë, Izraeli ka qenë qartësisht në mbështetje të idesë së një shteti kurd dhe është gjetur edhe elementi që do të mbështetet për ta bërë këtë, pra është pikërisht ajo që në Turqi lindi si partia e punëtorëve të Kurdistan, PKK-ja që më tej në vende si Siria dhe Iraku përdor emra të tjerë, YPG, PJD e tjerë, forca të quajtura demokratike, por që bëjnë fjalë gjithmonë për të njëjtin informacion. Pse janë këta në gjendje ta mendojnë dhe ndoshta ta kenë seriozisht këtë, sepse këta janë marksist, pra si lëvizje, janë tërësisht si forcat tona nacional civiltare të 43-shit edhe nga veshje të ngjajnë dhe këta janë ata që munden që për shkak të një ideologjie të ndryshme, po edhe në emër të një lidhje mes ideologjikes dhe kombëtares, të bëjnë thirrje kurdëve dhe të joshin për të shkëputur nga Turqia në radhë të parë, po dhe nga vende si Siria, Iraku e tjerë, pra për të krijuar një shtet të tyre, ndërkohë që një pjesë e madhe e kurdëve, duke qenë në tërësi duke ushqyer vlera konservatore, kryesisht islame, sunite, ndihen më shumë afër arabëve dhe afër Turqisë, sesa afër bashkëkombësve vetë marksist-leninist. Pra, nëse do të kishte ndonjë forcë tjetër që do të përpiqej të ponte diçka të tillë, ndoshta nuk do ta realizonte me aq sukses sa një lëvizje marksiste. Gjithsesi duket se Turqia kohët e fundit ja ka dalë që ti forcoj shumë pozitat e veta, ja ka dalë që në një farë mënyrë ta vërë dhe me shpatulla mbas murit, tashmë PKK-n brenda vendit që e ka çuar deri në marrëveshjen për çarmatosje dhe për shpërndarje, po ashtu me vënien në kontroll të Sirisë dhe për marrëdhënien e re që ka tashmë me qeverinë e re në Siri, edhe forcat e njëjta në Siri tashmë janë shprehur kundër çfarëdo lloj separatizmi dhe dëshirojnë që të qëndrojnë në Siri dhe duket sikur tani për tani edhe kjo ide e një shteti kurd që do të ishte armiqësor, po themi, ndaj Turqisë, ndaj vendeve arabe që do të ishte miqësor me Izraelin, pra një shtet i tillë i dëshiruar nga Izraeli, pra duket se tani për tani edhe kjo është një çështje në mos e mbyllur, të paktën e lënë pezull për një kohë
caktuar apo të pacaktuar, pak rëndësi ka. Po gjithsesi, në asnjëherë nuk përjashtohet e pamendueshmja. Në futurologji ekziston një koncept e pamendueshmja, jo në kuptimin e diçkaje që nuk të shkon në mend, po e diçkaje që njerëzit nuk dëshirojnë ta mendojnë. Ta zëm përpara se të ndodhte Brexiti. Ishte e pamendueshme, jo sepse nuk konceptohej që një vend mund ndahet nga Bashkimi Evropian, po sepse llogariteshin një numër pasojash dhe përfytyrohej, ishte diçka që dukej sikur se dëshironte askush dhe të gjithë thoshin nuk ndodh. Në fund ndodhi dhe ishte e pamendueshme ajo që ndodhi, por ndodhi. Ngjashëm mund të ishte edhe për një kohë dalja e Greqisë në euroja. Konsiderohej e pamendueshme, mbeti edhe e pa realizuar, po mundet kishte ndodhur. Pra, edhe gjithë to skenarë që përmendëm, që a mundet krijohet një shtet kur dëshirojmë, s'dëshirojmë ne është tjetër punë, s'dëshiron dikush është tjetër punë, është e pamendueshme, por edhe e pamendueshmja nuk është e pa realizueshme në ndonjë rast. Profesor, unë dëshiroj Turqinë e fortë, duke pasur parasysh atë çfarë kemi ne si Shqipëri si interes, pra është diçka që është artikuluar dhe më herët, që interesat tona si shqiptar, se vështirë që ne të flasim për aleanca strategjike, por interesat tona si shqiptar në nivel global vendosen tek Shtetet e Bashkuara, në nivel evropian tek Gjermania dhe në nivel ballkanik tek Turqia, dhe natyrisht që ne dëshirojmë që këto vende të jenë të fortë, të stabil dhe në krahun tonë, megjithse kur vjen puna tek Shtetet e Bashkuara, pra siç po thoshim pak përpara, është hall i madh kur e ke armik, po është hall edhe më i madh kur e ke mik. Shpreha e famshme. Po, shpreha e famshme. E kisingerit dhe nga njëherë këto vende janë vërtet palexueshme në rrethanat caktuara. Nëse më lejoni ta mbyllim me një batutë, si ju më thatë, e pa imagjinueshmja ndodhi. Edhe mund të ndodhë. Ndërsa te rasti që më përmendën në fillim i non grata, sta non grata është non grata. Jo, thash që çdo gjë mund ndodhi, pra e pamendueshmja, dallojmë nga e pamendueshmja nga. Po te rasti non grata. Mundet për ta mbyllur me atë që na lidh ne. E pamenduar, faktikisht edhe vetë shpallja non grata në një farë mënyrë ishte e pamendueshme dhe ndodhi. Heqja, po ashtu në një moment tentoi të shitej si e pamendueshme, në fakt ishte plotësisht e realizueshme dhe aktualisht non grata s'ka më asnjë vlerë, madje ju e shihni që s'përdoret më as për konsum politik, sepse de facto ka rënë, absolutisht ka rënë, nuk ka më asnjë kuptim. Pavarësisht dëshirës disave, le të themi, nëse do t'i referohemi asaj, qoftë edhe për batut asaj atij sloganit socializmit fitimtar, për inat të armiqve të brendshëm dhe të jashtëm. Praktikisht qoftë në të majtë, qoftë ata të djathtë antiberishist, po themi që dëshirojnë shumë që ajo non grata të mbetet, aktualisht ajo non grata s'ka më asnjë vlerë, sepse qëndrimet e administratës amerikane kanë ndryshuar në mënyrë të tillë që tashmë as ja vlen që ajo të përmendet, edhe nëse nuk hiqet në mënyrë nominale, që nga momenti që kemi qëndrimin e shprehur nga administrata amerikane nëpërmjet një zyrtare para disa kohësh që përbën si problem për ne vizita e zotit Berisha, në rast se do të doj të vi, do t'i kryejmë të gjitha lehtësitë e nevojshme dhe nuk ndikohemi nga vendimet politike të korruptuara të administratës më pashme, tetje, a ka më kuptim që të flitet për non grata pas kësaj në letra letjet si doja ajo tashmë ka rënë. Profesor, për mua ishte shumë kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Profesor Rofsh.